Regjisori Isa Qosja është shpërblyer të dielen me çmimin kombëtar për vepër jetësore Bekim Femiu, ndërsa regjisori Alindita Zeqiri për filmin e saj Ballkoni mori çmimin vjetor për kinematografi. Shpërblimet u ndan nga Ministria e Kulturës, ndërsa Qosja ka vlerësuar se shpërblimi më i mirë për një artist është shpërblimi i vendit të tij. Ky çmim për mua ka një domethënie të jashtëzakonshme. Jemi mësuar nga pak edhe me çmime. Por ky është i jashtëzakonshëm për faktin që kur të shpërblen vendi yt, atëherë ky është çmimi më i madh. Dhe mendoj që kjo do të jetë për të gjithë gjithmonë, jo vetëm për mua. Duhet të falenderoj edhe jurinë, e cila ndoshta ka gjetur arsye të mjaftueshme që të më ndajë një çmim të tillë. Unë vërtet jam i nderuar me njerëz që punoj një jetë të tërë, bashkëpunoj. Të vlerësojnë është nder i madh. Për çmimin e vitit 2013 foli edhe regjisorja Zeqiri, e cila falenderoi autoritetet, ndërsa shpërblimin e cilësoi si më të rëndësishmin që ka marrë ndonjëherë. Ndërsa ministri në largimi i kulturës Memli Krasniqi tha se ndarja këtyre çmimeve është vlerësimi më i madh në nivel të vendit sa i përket kinematografisë. Sot është një nder i veçantë që në ditëlindjen e aktorit tonë më të madh, Bekim Femiut, dhe në emrin e tij ne ndajmë një çmim të rëndësishëm, çmimin kombëtar për vepër jetësore, por edhe çmimin vjetor për kinematografinë. Unë nuk do t'i quaja se këto janë çmimet më të rëndësishme që ndoshta i kanë marrë në jetën e tyre laureatët e këtij viti, sepse unë besoj që përveç shumë çmimeve që kanë marrë, do të marrin edhe çmime të tjera, por besoj që është vlerësimi më i madh që bëhet në Republikën e Kosovës, është vlerësimi më i madh institucional që bëhet në fushën e kinematografisë, dhe unë personalisht jam i nderuar që ne kemi themeluar këto çmime para 2 vitesh, të cilat tashmë edhe janë çmime që do të jepen tradicionalisht edhe në vitet e ardhshme. Dua të falenderoj jurinë për punën e tyre. Besoj që si zakonisht ndodh, jurit nuk e kanë asnjëherë punën e lehtë, veçanërisht kur kanë të bëjnë me propozime shumë serioze. Por jam mirënjohës edhe. Çmimi kombëtar për vepër jetësore Bekim Femiu ka vlerë financiare 5.000 euro, ndërkaq shpërblimi vjetor në kinematografi peshon 2.500 euro. Ky është viti i dytë që Ministria e Kulturës ndan këto çmime. Shumë shtete në botë nuk e arrin ato.